Zoti Berisha, gjatë qëndrimit tuaj në Brazil, Tirana u vizitua nga zyrtarja e lartë e Bashkimit Evropian Marta Kos, e cila I konsideroi zgjedhjet e 11 majit të lira dhe të ndershme. A keni një qëndrim lidhje me këtë deklaratë dhe për faktin që nuk u konsiderua raporti OSB Odirit? Faleminderit. Partia Demokratike pas deklaratës së zonjës Marta Kos bëri një deklaratë në të cilën ajo e dënoi publikisht dhe gjërësisht deklaratën e frymëzuar të zonjës Kos nga propaganda e xhepit, propaganda e paguar e Edi Rams, ekstremizmi politik I majt apo dizinformimi, si një deklarat që shkel ram ligjin ndërkombëtar të vlerësimit të zgjedhjeve dhe ligjin kombëtar. Ajo çka unë duhet të them, sot lexova para se të vi këtu, se ka patur një reagim nga ana e zëdhënësit Komisionit Evropian, I cili shpreh qëndrimin korrekt të Komisionit Evropian të papajtueshëm me qëndrimin e zonjës Marta Kos, një adhuruese pa kushte për arsyet e saj të Edi Rams dhe bëmave dhe gjëmave të tij. Ndaj dhe unë falenderoj Komisionin për reagimin dhe garantoj se Partia Demokratike mbetet e përkushtuar totalisht për procese integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian si ardhmja më shkëlqyer për shqiptarët, si kundërthekson se sot Shqipëria në mënyrë absolute përveç pozicionit gjeostrategjik nuk plotëson asnjë nga kushtet dhe kriteret që kërkohen për këtë antarësim. Zoti Berisha, për të mbetur te kjo çështje, përveç dënimit të deklaratës së zonjës Marta Kos, çfarë duhet bëjë